Përshëndetje, kjo video shkon për të gjithë të rinjt e vendit ton që kanë dilema a të rinë apo të largojnë, që kanë dilema a të lidhin martesë apo të vazhdojnë të vetëm për shkak të vështirësive ekonomike që përballen. Ne në programin ton kemi disa pika. Së pari, për të gjitha çiftet e reja që nuk kanë mundësi ekonomike, parashikojmë programin për blerjen e një apartamenti me sipërfaqe deri në 80 metra katror, me kredi me interes fiks të pandryshueshëm 1%. Diferencën e paguan shteti shqiptar. Nuk ju duhet kolateral, garant do të jetë shteti shqiptar. Së dyti, për të gjithë çiftet që bëhen me fëmijë, nga dita e parë e lindjes e deri në moshën 18 vjeç, parashikojmë një pagesë prej 3.000 lekë të reja në muaj në 4 vitet e para e mandandaj në 5.000 lekë të reja në muaj. Dhe për të gjitha ato çiftet e reja që dëshirojnë të bëhen me fëmijë, por që nuk e kanë pasur mundësi për shkak të vështirësive shëndetësore, parashikojmë ndërtimin e qendrës kombëtare të fertilitetit, ku këto çiftet i marrin këto shërbime pa pagesë. Ju përshëndes.